Kështu që e ka një qëllim për ta presim edhe ta shohim. Në sytë e mi, nga ky moment kur po flasim, situatën pas 28-it, që them të drejtën unë e shoh kështu, dhe lirisht mund të them që mirë do t'i kalojmë këto zgjedhje, po qytetari i Republikës së Kosovës le të përgatitet edhe për një palë zgjedhje pas këtyre. Zënja Cacaj, si e shini këtë situatë, 28 diaspora, shumë kritika, pas ta Lidhja Demokratike e Kosovës në një anë thotë se dolëm të partë në diasporë, kritikat në anën tjetër pse në këtë datë për shkak diasporës. Ky numri 28 na ka dalë me shumë tema të them ashtu. Përkundër që data që është caktuar është propozuar pikërisht nga lëvizja vetëvendosje, edhe pse është kohë festash, shihet një tendencë e presidentes për me anu nga propozimi i vetëvendosjes pikërisht për shkak të diasporës. Megjithatë është një javë në pyetje prej propozimit të cilin e kanë bërë subjekte tjera opozitare, kështu që nuk është një ndryshim shumë i madh, është kohë festash, fillojnë më herët festat, kështu që nuk po shihet